Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të flasim për zhvillimet brenda Partisë Demokratike me një person që dikur ka qenë shumë afër Partisë Demokratike dhe tashmë është afër me zhvillimet e saj, por në një kontekst tjetër. Bëhet fjalë për avokaten Alesia Balliu. Shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Ju jeni gjithmonë pranë Partisë Demokratike edhe pse unë bëra hyrje në këtë lloj forme, por tashmë në një angazhim tjetër, atë për të bërë pjesë e kryetares së saj. Në çfarë faze jemi sepse ka pasur shumë dinamika? Atëherë faktikisht do ta nisja që emrin e kishte demokratike, por faktikisht synimi që ka vetëm sundimi një personi të vetëm, që është Sali Berisha. Dhe pa diskutim, duke qenë përballë këtij fakti, ne kemi për detyrë të bëjmë betejën tonë në të gjitha mënyrat që shqiptarëve t'i japim shpresë që të ketë vendi një opozitë dhe të ketë pa diskutim një frymë të re demokratike. Gjithë të betejë bëjmë për demokratizimin e strukturave në Partinë Demokratike, për të bërë PD-ja një hap përpara dhe mos bëj shumë hapa pas. Sepse nga 2021 deri tani ne vetëm kemi bërë pas, nuk kemi bërë përpara. Alesia, dhem teksa është e Partinë Demokratike në këtë lloj forme dhe teksa shikon kontributet e tua, unë të kam ndjekur prej kohësh, ju keni marrë pjesë në protesta, keni marrë pjesë në konventat shumta të Partisë Demokratike, jeni angazhuar shumë dhe në një moment ju befas përjashtoheni nga partia, nuk rezultoni as kandidate. Atëherë pa diskutim që të dhëm sepse jeni një pozicion ku të mohohet kontributi, të mohohet pjesëmarrja në parti, të mohohet e drejta për të garuar, por pa diskutim që lufta bëhet ndaj individëve të cilët kanë peshë në opinionin publik dhe ndaj individëve që guxojnë të thojnë vërtetën. Dhe pa diskutim jam te këto individë që guxojnë të thojnë vërtetën dhe marr pa diskutim mas përjashtuese nga disa individë të cilët kanë prodhuar kosto dhe humbje Partisë Demokratike, nga ca individë të cilët e kanë përdorur Partinë Demokratike për interesat personal dhe familjar, për disa individëve të cilët Partinë Demokratike e kanë kthyer në bunker dhe pronë të një autokrati i cili e ka emrin Sali. Dhe duke parë parasysh që përjashtimi vjen në një moment kur unë bëj një betejë për demokracinë, kur unë bëj një betejë që demokratët të kenë përfaqësim dinjitoz në parlament dhe mbi të gjitha të jenë parti fituese, unë këtu ndihem e privilegjuar sepse Berisha më rendit në krah të atyre individëve që kanë guxuar të bëjmë betejë për Partinë Demokratike dhe jo ndaj individëve që rrinë pronë të ofishit dhe favoreve që përfitojnë nga kryetari i tyre. Politika është për të shërbyer, është për të dhënë më të mirën dhe pa diskutim për të bërë më të mirën. Duke hyrë me këto parime që unë kam hyrë në politikë dhe duke besuar fort parimeve të mia, të vërtetës, unë pa diskutim që do kem kundërshtar ato që janë kundra të vërtetës dhe këtu kam një shprehje time që një gënjeshtër ato, tre të vërteta unë. Alesia, ju keni bërë një betejë shumë të madhe për të zbuluar të vërtetën dhe për të qëndruar të vërtetës që keni marrë dhe kosto të mëdhaja vetjake. Një ndër to është edhe sulmet e papresidente që janë bërë ndaj jush, si nga sekretari i përgjithshëm zoti Flamur Noka, shpeshherë me fjalor fyes, por edhe nga funksionarë të tjerë të Partisë Demokratike. Si jeni ndjer? Pa diskutim që më kanë ardhur sulme të padrejta në radh parë, të pavërteta, shpifje në mungesë të argumentit për më sulmuar mua politikisht, pasi këto individë cilët më kanë përgojuar dhe kanë folur për mua, kanë folur vetëm me gjuhën e urrëties, me gjuhën e shpifjes dhe me gjuhën cilët shqiptarët i kanë dhënë 1 milion shuplaka. Kanë shpifur sikur unë punoj në shtet, por kjo nuk është e vërtetë. Dhe i kam sfiduar që të nxjerrin një dokument që unë punoj realisht në shtet, por ato nuk kanë asnjë lloj dokumenti, pasi unë jam një personazh që gjithmonë i them gjërat e drejtë për drejta dhe kjo mua më veçon nga të tjerët. Dhe pa diskutim që jam zëri i të vërtetës dhe zëri i brezit të ri. Dhe duke qenë zëri i brezit të ri dhe i të vërtetës, kjo i pengon ato tek pazarët që kryen me njëri tjetrit. Ato janë të korruptuar, janë të pasuruar në fal politikës, ndërkohë unë jam një avokate e cila kam shkruar 2 libra dhe jap kontributin tim për të mirën e vendit, për Partinë Demokratike, por mbi të gjitha për demokracinë në Shqipëri. Kur mua sulmet më vinë nga një individ i cili ka dosjen spak si Flamur Noka, kur mua sulmet më vinë nga
ishi korruptuar i sistemit gjyqësor, që do të bëj moralin politik që është Xhinxhoni, atëherë pa diskutim që mua vetëm lartësojnë. Pasi të gjithë këto individ janë individ që kanë esape nga e kaluara e tyre dhe llogaridhënie për të dhënë përballë qytetarëve, por edhe përballë institucioneve të drejtësisë. Ndërkohë unë jam një figurë e re, një figurë e pastër, një figurë e pakompromituar që këto i bezdis vetëm fakti që unë kam zë dhe kam zërin e të vërtetës. Dhe kur ke zërin e të vërtetës do kesh armish dhe pa diskutim tek armish do jenë shpifsat numër 1. Dhe këto janë individët cilët mendojnë që me politikën e mashtrimit do arrin të mashtrojnë mbas 30 ca viteve prap shqiptarët, por koha e tyre ka mbaruar, sepse politika e shpifjes nuk ecën më. Politikanët nuk kanë nevojë më për individ që bëjnë protagonizmin politik, por kanë nevojë për zgjidhje, kanë nevojë për individ që dëgjojnë më shumë qytetarët se sa të bëjnë propagandën boshe siç po e bën politika vjetër. Unë kam dalë kundër xhaketave të vjetra, kam dalë kundër korrupsionit, kam dalë pro ndërkombëtarëve, kam dalë pro garës, kam dalë pro bashkimit demokratëve. Kjo gjë i shqetëson ato, i shqetëson e vërteta, sepse unë jam zëri i vërtetës. Ndërkohë, pa diskutim që ato për mos humbur ofishe do përdorin metodat e vjetra, metodat e ulta që janë shpifja, linçimi në mungesë të argumentit dhe pa diskutim që rezultati tyre dihet. Ato janë humsa serial 4 herë, edhe pa diskutim që duke vazhduar me të njëjtën rrugë, me të njëjtën gjuhë, të cilën nuk kanë dëshirë ta ndryshojnë, ato vetëm ta tkurrin Partinë Demokratike. Unë luftën dhe parimet që kam pa diskutim që do t'i mbaj deri në fund dhe do bëj luftën time për to. Kurse ato bëjnë luftë për karrike, ato bëjnë luftë për ofishe, ato bëjnë luftë për favore, ato bëjnë luftë se paguhen. Të gjitha ato sot që më sulmojnë mua marrin rrogë nga Sali Berisha. Dhe janë individ që linçimin e kanë programin e tyre kryesor dhe pa diskutim që unë nuk intimidohem nga ato. Sepse një gënjeshtër ato, 3 vërteta Alisja Balliu. Kjo është diferenca që mua më dallon nga ato. Ato kanë kohën politik dhe i shqetëson zëri një vajze të re e cila thot vërtetën, e cila është e pakompromituar, e cila nuk ka përfituar kurrë. Më thuaj një individ sot që i del mbrojtje Sali Berishës dhe nuk merr pak nga Sali Berisha. Se këtu është betejë e vërtet. Betejë është tek ato demokratë cilët nuk kanë përfituar gjë. Se dalin tani mësulmën rrogtarët, njerëz pa bosht, që duan ndruajnë pozicionin, rrogën unë i mirë kuptoj, sepse ato pa diskutim paguhen për atë punë. Kurse unë këtë betejë bëj për idealet e mia, nuk e bëj se paguhem. Kjo është diferenca ime me ato. Ama sulme ke marrë edhe nga analistët që janë pranë Partisë Demokratike ose me prirje opozitare apo jo. Kur sulmi vjen nga jashtë partisë në një farë forme e motivuar edhe politikisht si ndihesh. Ato sulme që vijnë nga ato nga bjondja e gazetarisë, pa diskutim që janë të dirigjuara dhe të paguara nga Shkëlqen Berisha. Dhe janë sulme të cilat kanë ardhur me një anë një SMS-je, në të cilën 5 individ, 5 burra do thonin një shpifje që Alisja Balliu punon në shtet, në mënyrë që nuk kualifikohet për këtë arsye. Duke rezultuar e nisi Xhinxhoni, Fred Lela, Flamuri dhe përfundoi Berisha këtë shpifje. Dhe këto janë politika bazuara tek metodat e vjetra të shpifjes. Nuk është politikë e cila ti po mund Alisja Balliu si kundërshtare me argument. Kjo është diferenca. Unë i sfidoj në debat politik pa diskutim individët që janë politik, sa për bjondet e gazetarisë, pa diskutim që i them të vazhdojmë punën, i mëshiroj dhe të marrin rrogën tek Shkëlqen Berisha dhe të vazhdojmë propagandën. Teksa jemi të ky fundit, ju jeni në ndër të vetmet që keni thënë që është ai në një farë forme që drejton Partinë Demokratike. I besoni akoma kësaj ide? Unë kam thënë vërtetën, nuk ka lidhje besimi kjo. Shkëlqen Berisha është ai i cili kontrollon sot Partinë Demokratike dhe pa diskutim bën pazaret në kurriz të demokratëve. A mund të ketë një skenar të mundshëm në të ardhmen që ta marrë ai drejtimin e Partisë Demokratike? Unë po luftoj që drejtimi i Partisë Demokratike të shkojë tek individët që duan demokratët. Ekziston si skenar? Tani në kokën e tyre mund të ekzistojë çfarë dojnë, do bëjmë betejën tonë, dhe betejë pa diskutim që duhet jenë demokratët ata që vendosen. Teksa jeni në këtë betejë, cili është hapi i radhës? Pa diskutim që unë kam njoftuar kancelarit perëndimore, gjithë ambasadat,
lidhje me shqetësimin aktual që nuk më ka ndodhur vetëm mua, por gjithë kandidatëve dhe kundërshtarëve që kanë pretenduar të sfidojnë Sali Berishën, që ky individ non grata po mban partinë peng për interesat personal dhe familjar, po e përdor partinë për mburojnë ndaj institucioneve të drejtësisë dhe po e përdor prap partinë për sulmuar institucionet e drejtësisë. Mendoj që PD-ja ka nevojë për një frymë ndryshe që të jetë pro institucioneve drejtësisë, pro ndërkombëtarëve dhe të jetë sfiduese nesër, që të krijojë frymën, besimin tek demokratët në mënyrë që kjo forcë politike të vinë pushtet. Në të kundërt, nëse kjo forcë politike vazhdon me të njëjtat zakone, kjo forcë politike nuk arrin dot të prodhojë besueshmërinë, mobilizimin e qytetarëve, por mbi të gjitha fitoren. Ama ka dhe shumë persona që e shohin nga jashtë Partinë Demokratike në këtë gjendje, i dhem, njëjtë siç jeni dhe ju, po ka dhe një garë të brendshme që është shoqëruar edhe me tensione, ne pam në Korçë para disa javësh që pati tensione për garën. Ajo ishte e turpshme që ti të hiqesh dikë nga gara për besimin fetar, prandaj ta nisa me një shprehje emisionin që të thash emrin e ka demokratike, por realisht qëllimi i saj është vetëm sundimi i personit vetëm. Dhe fajtori shkaktari kryesor është Sali Berisha. Por pas kësaj për zgjedhje dhe me zgjedhjen e kreut të ri të partisë që më shumë po shkohet drejt një votimi sesa një zgjedhje të drejt për drejt, kemi Ajo është farsë. Nuk janë zgjedhje në radhë parë që të jemi sakt, në radhë të dytë janë antiligjore, pasi ky individi po shkel statutin propozuar dhe të votuar nga vetë ai. Dhe në radhë të tretë Sali Berisha është frikacak, është burracak, i cili nuk ka guxim të dalin në betejë me kundërshtarët e tij politik. Dhe duke mos pasur guximin të dali në betejë me kundërshtarët e tij, tregon qartazi që Sali Berisha nuk ka shifrat për të fituar dhe Sali Berisha si ka humbur kredibiliteti, besimit e demokratët dhe të baza, pasi Sali Berisha për mos është frikacak, është edhe një shpifës i cili sot nuk përfaqëson më kauzën reale të opozitës, por e ka shitur atë për interesat personale. Dhe sot ai është tradhtari më i madh që ka kombë shqiptar. A mendoni që edhe demokratët e kanë kuptuar këtë dhe po shikohet pas çdo proteste që mbështetja është akoma edhe më e vogël? Demokratët e kanë kuptuar, ka kuptuar dhe vetë Berisha, prandaj nuk do sfidon në garë, sepse nuk fiton dot. Teksa jemi tek zgjedhjet e brendshme, që thash do kulmojmë pas edhe me farsën që ju e cilësuat. Nuk janë zgjedhje, është farsë, pasi ajo është një farsë cilën unë e kam denoncuar tek gjykata apelit e Partisë Demokratike dhe të gjithë kancelarit perëndimore. Në gjykatë e kanë çuar edhe kandidat tjerë me sa kam informacion. Dhe që kjo betoj do të vazhdoj pa diskutim, pasi ne kurrë nuk mund të pranojmë një kryetar fars dhe zgjedhje jo legjitime, sepse që të funksionojë shteti i së drejtës duhet të funksionojë ligji dhe pa diskutim ligji është ai i cili duhet respektuar, pasi është votuar nga 5.000 delegatë dhe 10.000 anëtarë të Partisë Demokratike, që është statuti, për mua është kushtetuta e Partisë Demokratike. Qartë, në vim të aksionit opozitar, presim që ndoshta mund të bëhen dhe primare për zgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkie në Partinë Demokratike. Ju jeni një nga ata që morët pjesë në primare, edhe pse fituat. Ajo është një proces fasad i shif pazarin që u bë me Tiranën, se si shkelzem Berisha spostoi Hysén Kadiun për Kleviz Balliun, dhe këtu e ke gjithë përgjigjen e gjës. Nuk ka rëndësi primare në Partinë Demokratike, rëndësi ka këdo kryetari dhe këdo i biri kryetarit. Se këti kontribut, se këti mbështetje, se këti vota nuk ka rëndësi. Shif rastin e Elbasanit, shif rastin e Tiranës, nuk ka rëndësi kë votojnë antarët. Rëndësi ka kush është i përzgjedhur i kryetarit dhe kush i shërben familjes Berisha. Pse kanë frikë Partia Demokratike nga fituesit? E thotë dhe Saljani shpesh në për intervista që Partia Demokratike nuk do fituesit, referohet vetes, ju referohet ju. Pa diskutim që nuk i do fituesit, se po t'i donte do t'i vinte në krye dhe fituesit do fitonin, por ai do humbësit sepse Sali Berisha është garantuesi më i madh i pushtetit Ramës. Pa Sali Berishën, Rama nuk mban dot pushtetin. Dhe Sali Berisha është garancia e tij kryesore për vijshmërinë e PS-së në pushtet. Po sa mund duroj Partia Demokratike në këtë lloj gjendje, në këtë lloj mbajtjes në mendoj që nuk duron në kthetra. Fakti që nuk duron është rebelimi, zemrimi i demokratëve, ti shih foltoret e Saljanit janë plot. Perish frikacak u ka frikë për balljen me ne, sepse e di saktë që unë dhe Saljani e mundim.
Duke qenë se përmendët dhe zoti Saliani, keni një rrugë përbashkët në të ardhmen? Keni bashkëbisedime, keni bashkëpunime? Pa diskutim, unë e kam nisur me zotin Saliani kur ka garuar për kryetar forumit rinor, është një djalë i cili ka bërë betejë, ka bërë kauza denoncime për Partinë Demokratike, ka bërë burgun për Partinë Demokratike, ditjet fitus, dhe pa diskutim që do më të mirën e PD-s që është fitoria e Partisë Demokratike, bashkimi me demokratët, riformatimi çdo strukture, demokratizimi, rinia, intelektualët, është zëri i të vërtetës dhe pa diskutim. Unë e kam thënë edhe në emisione të tjera, unë nuk e bëj për post personal. Ato e bëjnë për ofishet personale që i mbajnë. Unë e bëj këtë për parimet të cilat besoj dhe pa diskutim që zoti Saliani është i ngjashëm me mua dhe do ta suportoj. Zoti Saliani ka një betejë siç është ajo, siç e keni edhe ju për kreun e Partisë Demokratike, është një betejë që është e ashpër. Ditën e sotme ai ka depozituar një ankesë brenda Partisë Demokratike dhe burime brenda Partisë Demokratike thonin që kjo kërkesë do refuzohet pasi nuk rezulton antar i kësaj partie. Keni një koment? Pa diskutim është turpi më i madh i një partie e cila deri dje kishte hero dhe të burgosur politik dhe sot nuk e quan as antar. Kjo tregon qartë se si ndryshon opinione dhe sa i paqëndrueshëm është Sali Berisha në pleqërinë e tij. Dhe një pyetje të fundit që lidhet pikërisht me këto zhvillime, si e shikon të ardhmen e Partisë Demokratike parë në këndvështrimin tuaj, por edhe me këtë mbajtje në kthetra, siç e tham edhe pak më herët, nga zoti Berisha, por edhe personave që qëndrojnë pranë tij. Atëre, unë do ta them qartë se të ardhmen e Partisë Demokratike unë e shoh me figura të reja, e shoh me fituesit, e shoh të riformatuar, e shoh të demokratizuar, e shoh pro-perëndimore, por mbi të gjitha e shoh pro-institucioneve të drejtësisë. Vetëm një parti e cila nuk ka emrin vetëm demokratike, por një parti e cila demokratizohet në tërësinë e saj, dhe një parti e cila i përket antarësisë dhe nuk i përket sunduesit dhe një emër të vetëm ajo parti mund të krijojë frymën dhe vetëm ajo parti mund të mobilizojë qytetarët dhe vetëm me mobilizimin e qytetarëve, me besimin e qytetarëve, me një platformë reale ku më shumë politikanët të dëgjojnë hallet e qytetarëve sa të bëjnë propagandën e shpifjes dhe boshe, vetëm atëherë kjo parti bëhet alternativë për të mundur pushtetin nesër. Nuk bëhesh dot alternativ me xhaketat e vjetra, me ofishet, me lekët e korrupsionit, me nëngratat cilat janë shpallur, tha ambasadori britanik, ligjore dhe jo politike, dhe pa diskutim e vërteta del në dritë dhe Partia Demokratike sot nuk përfaqëson më të vërtetën dhe qytetarët pasi ka të krye korruptuarin Sali Berishën. Ju thatë pak më herët që keni pasur takime dhe me ndërkombëtarët, është krijuar një alibi në publik që Partia Demokratike është braktisur nga ndërkombëtarët. Realisht është braktisur nga ndërkombëtar Partia Demokratike apo zoti Sali Berisha? Si Tani, zoti Sali Berisha është kryetari i asaj partie dhe pa diskutim që për sa kohë të jetë kryetari i asaj partie, është braktisur nga ndërkombëtarët për shkak të Sali Berishës, jo sepse Partia Demokratike ka probleme me faktorin ndërkombëtar, jo sepse Partia Demokratike është kundër perëndimit. Por Sali Berisha e do perëndimin si retorik, por është shumë larg këtij, pasi nuk mundson dot një takim zyrtar me to. Pasi ka damkën e zezë non gratës. Alesia, faleminderit shumë që ishim ne në këtë bisedë. Faleminderit dhe shumë suksese në rrugën tuaj në vim. Faleminderit.